ju lutem. Zëvendëski Ministër Dalibor Jeftić, zamenik premiera Dalibor Jeftić, molimo. Zëvendëski Ministër Dardan Gashi. Ministër i Forcës së Sigurisë Rustem Berisha, Rustem, ju lutem. Ministër i Infrastrukturës Pal Leka, ju lutem Pal. Ministër i Financave Bedri Hamza, ju lutem Bedri, urdhani. Ministër i Shëndetësisë Uran Ismaili, urdhani. Ministër i Kulturës, Ministër i Sportit Kujtim Gashi, urdhani. Ministër i Integrimeve Evropiane, Ministre fatmirësisht Dhurata Hoxha, urdhani zonë. Ministër i Drejtësisë Abelar Tahiri, ju lutem. Ministër i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Besim Beqaj, urdhani, ju lutem. Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skender Qiça, urdhani, ju lutem. Ministër i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani, urdhani, ju lutem. Ministër i Punëve të Jashtme Bexhetive Çoktu, faleminderit. Ministër i Punëve të Mbrëmshme Zotri Flamur Shefaj, urdhani Flamur. Ministër i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka, Valdrin, urdhani. Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, Ministre për Fatmir Albena Reshita, urdhani Albena. Ministër i Diasporës dhe Investimeve Strategjike Dardan Gashi, urdhani Dardani veç këtu. Ministër për Komunitete dhe Kthim Zoti Dalibor Jeftić, Ministër za Komuniteti i Povratak Dalibor Jeftić, molim vas. Ministër i Administrimit Pushtetit Lokal, Ministër za Lokalnu Samoupravu gospodin Ivan Teodosjević. Ministër i Administratës Publike Mahir Jakxillar, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ministër Poljoprivrede Shumashfa i Rural në Razvoja, Nenad Rikalo, izvolte gospodin Nenad. Edhe e kemi Ministër i Zhvillimit Rajonal, është Rashim Demiri, molimo Rashime, izvolte. Ne do të rrim kom derisa votohet. Procedura sekretar është në kom derisa votohet. Deputetët që votojnë. Nëse ka mundësi, kabineti qeveritar, cilët janë deputet, se na duhen për vota, t'jenë dalum mundësisht kabinetet cilët nuk janë, si janë kabinet qeveritar, nuk janë deputet, le të largohen një anë gjithë. Një anë në anë le të largohen. Mos jenë se pasaj kur votohet, e kam pak vështirë ka administrata me ju dalu. Cilët nuk janë deputet, dini nanën e majtë, nanën e majtimen, nanën e majtimen. Ka mësi të majtën gjithë qka nuk jeni deputet. Të majtën, ju këshalli u të majtën deputetet, kandidat për ministrat cilës janë deputet në pjesën e majtë. Të majtën. Të majtën, sa ma shumë largonën nga e majta, në myrën që deputet t'i dalojmë. Në qëpse ka mundësi deputetet, kryministër, rri atje për para, rri për para kryministër, të lutëm të voltoria, deputetet cilët janë kandidat për ministër në djatë. Ndanë për hirë të publikut. Rasim, djatë. Fatmir, të më djatë, lutëm, Fatmir. Lutëm djatë, sa ma shumë djatë. Sa ma shumë djatë. Fatmir, mira. Ndëruar kolegë deputet, ka një regull procedurale cilën do të respektojnë për herë të parë, për ti kur çdo keq kuptimi. Për ministrat e propozuar nga radhët e komunitetit jo shumicë, cilët nuk janë deputet. Kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të komunitetit jo shumicë. A njerë e ripërsëris. Për ministrat cilët janë propozuar nga radhët e komunitetit jo shumicë, që në nënkupton edhe çdo komunitet cilët nuk janë shqiptar, cilët nuk janë deputet. Kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të komunitetit jo shumicë. Do të thotë,
për të kaluar, për të marrë miratimin e këta ministra duhet 11 deputet, kabinetit jo shumic, nga 20 deputetet votojnë për. Do të të edhe njëre përsëriti për hirë qytetarve, 11 deputet, të komunitetit jo shumic duhet votojnë për. E los 20 deputetve cilët janë komunitetit jo shumic. Që me ngritje dore, për cilën me ngritje dore, të deklarohen për ministrat e propozuar cilët nuk janë deputet të kuvendit. Kush është për? Ju lutem administrata. Po, kush është deputet edhe këta munden me votu, si janë kandidat ministra. Kush është kundër? Mirë, të shkojmë vetë procedura. A ka kundër, të lutem e ta dim. Kush abstenon? Konstatoj se me 19 vota për, kundër nuk ka pasur as abstenime, miratohen kandidatet e propozuar për ministrat cilët nuk janë deputet të kuvendit. Ta në nderuar kolegë deputet, votojnë për kabinetin qeveritar në tërsi. Los, deputetet e kuvendit Republikës Kosovës që me ngritje dore të deklarohen për kabinetin e qeverisë e Republikës e Kosovës. Kush është për? Ngritje dore, kush është për? Kush është kundër? A ka kundër? Kush është për kush abstenon? Konstatoj se me 62 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, kuvendi e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Urime. Ju lutem, se kemi edhe një procedurë, vetëm për respekt. Për respekt. Ministra t'i zaj vendet e tyre ju kësha lut, se cili? Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar kolegë deputet. Tani është ceremonia e betimit të antarëve të qeverisë së Republikës së Kosovës. Ftoj kryeministrin, zëvendës kryeministrat dhe ministrat të izën vendet e tyre dhe sillet gjithë të pranishmit të ngriten në këmbë. Do të kemi intonimin e himnit shtetëror të Republikës Kosovës.
Tekstin e deklaratës së betimit e ka secili antar i qeverisë para vetes dhe njëjta duhet të nënshkruhet personalisht. Për të përmbushur këtë detyrim, ftoj antarët e qeverisë e Republikës së Kosovës që të ngriten në këmbë për të dhënë betimin, los kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrin Ramush Haradinaj, që ta lexoj tekstin e betimit dhe pas leximit të tekstit të betimit nga kryeministri, gjithë antarët e qeverisë së bashku shqiptojmë fjalën betohem. Nderuar deputet, betimi i qeverisë. Ne antarët e qeverisë e Republikës Kosovës, të zgjedhur nga Kuvendi i Republikës Kosovës, betohemi solemnisht se me përgjegjësi, me përkushtim dhe me ndershmëri do t'i kryejmë të gjitha detyrat dhe punët që i kemi sipas mandatit të dhënë nga ky Kuvend. Gjithmonë duke zbatuar Kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjin dhe vendimet e miratuara, duke respektuar parimet, normat dhe standardet ndërkombëtare për liri, barazi, demokraci, në interes të përparimit ekonomik, arsimor, kulturor e të gjithë bashkëm të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Betohemi. Faleminderit. E ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrin Ramush Haradinaj, që me një fjalë e rastit i drejtohet deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit shumë. Kryeministër, vetëm pak. Kam një berejtje, kryeministër, a ka mundësi një moment? Jo, se kjo... Ka mundësi edhe njëherë, jemi para qytetarëve tanë, kemi pas administratat deri se kemi bërë numërimin, tani kemi një reagim të kolegu deputet. Janë 61 vota për botimin e mandatarit dhe kabinetit qeveritar të Republikës Kosovës, për një është abstenim. Më lejoni vetëm, do të ripërsërisë edhe njëherë. Atëre, 61 deputet Kuvendi Republikës Kosovës janë për, një është abstenim. Ka mundësi, kolegë deputet, abstenimi le dijet, bile dijet dhe publikisht. A është kolegu Zafir Berisha, kërkojmë falje kolegë, administrata e ka për numërimin e tilë, kërkojmë falje. Do të thotë me 61 deputet, a zgjedhur qeveria e Republikës Kosovës. Kryeministri dhe ministrat. Kryeministër, kë nuk është diçka që ka të bëjë me qeverinë, kërkojmë falje në emër administratës si Kuvendi i Republikës Kosovës. Urime se jashtë po bëjmë fest, urdhra, jepe fjalën. Nështë kolegë deputet, i nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Kadri Veseli, nderuar kolegë të kabinetit qeverisës, unë s'kam 2 fjalë, kam 1 fjalë. Nëse doni me ndëgju ata që u thash, u tham prap, po 1 fjalë, kam 1 fjalë da kem gjithnjë në punë, na prifte mara në punë. Faleminderit shumë. Nderuar kolegë deputet, qytetarë të Republikës së Kosovës, me këtë mbylli seancën e sotme dhe i dëshiroj suksese qeverisë e Republikës së Kosovës dhe kryeministrit
Zotëriu Ramosh Haradinaj në përmbushjen e detyra kushtetuese dhe të programit qeveritar. Miropafshim në seancën e radhës.